Miq Prizmës, sigurisht që mas zgjedhjeve duhet ketë analiza. Për fitimtarët, ajo moment, ose po themi ai moment fitorje, po që normalisht do analizë dhe do përgjegjësi për të mbajtur, do një karakteristikë të posaçme në kohën e sotme për të treguar thjeshtësi, sidomos kur fiton. Nuk ka rëndësi nëse e bën këtë me hipokrizi apo e bën me gjallësen e një partie e cila ka këtë zakon, ose të liderit i cili sigurisht do të shkojë këtu. Për të bërë 16 vjet pushtet, se sigurisht është një 4 vjeçar i cili i paloset 12 vjetëve të kaluara. Ajo nuk është thjesht një problematik e një udhëheqje të mirë, është një problematikë e madhe e mungesës alternativës politike. Është një dobësi e jashtëzakonshme e sistemit demokratik në Shqipëri. Është një marrëzi inkoherente e një pjesë të madhe të politikës tuke ne. Sigurisht të gjitha fajet nuk janë të Sali Berishës, sepse nuk është ai që e bën këtë të keqe të madhe tashmë. E ka bërë në fillimet e tija dhe ka vazhduar dhe sot e kësaj dite, por tashmë janë njerëzit të cilët sigurisht e ndjekin mbrapa me çmendurinë e jashtëzakonshme të një 81 vjeçari, 82 vjeçari i cili kërkon të jetë e ardhmja e një vendi. Dhe kjo nuk duhet të vi për shtat Partisë Socialiste, dhe Edi Rama këtë e di. Sigurisht në ato objektiva që ka vendosur, të cilat brenda për brenda një kohë tani të shkurtër dhe situatave të sotme nuk janë fantazmagorik më. Janë pjesë e një arritje e cila duhet vlerësuar. Në momentet që Evropa është në sud, është në një luftë nga Ukraina dhe njëkohësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Trump, në konceptet e luftës tregtare, e luftës edhe politike dhe ideologjike, një lloj uniteti, një lloj kërkese për të i vjen përmbar. Dhe kjo shpjegohet edhe me faktin me sa dëshirë dhe me sa entuziazëm erdhën në Tiranë. Por Rama ju thot atyre që i morën, në atë analizë që ne 83 ato deputetët tonë, se ato kishte mbledhur, i kemi si 83 gurë në shtëpinë. Duhet i mbajmë edhe në kushtet e një marrëzie paciet, cilëve ju ka munguar. Nuk është faji jonë, thot Rama, që ju mungojnë 200.000 vota demokratëve. Nuk përbën faj ke ne kjo punë. Po sigurisht që është edhe faji socialistave. Sepse sigurisht në një demokraci normale nuk është se nuk do fitosh se s'bën. Por ajo që ka më tepër rëndësi është që do të reflektosh. Sepse pikërisht kjo që thotë Rama, kemi 83 gurë, dhe më thënë që do t'i mbajmë. Ajo mundua pastaj t'ju thoshte atyre që në përballjen e luftës socialist me socialist mos të dëshpërohen, sepse sigurisht pushteti dhe provat e reja të saj t'japin mundësinë që t'japësh kontribute dhe nuk është si të humbësh një vend pune kur ke sigurt një vend pune tjetër. Pra, kontributi është i gjithëanshëm edhe në fusha të ndryshme. Ju tha trive që të shkojnë në akademi, të bëjnë shkollë politike dhe të vjetërve, të fillojnë punën me njëherë për fushatën elektorale të ardhshme që është fushata vendore. Kur ndërkohë në Partinë Demokratike nuk bëjnë një analizë, nuk merren analizë fare, merren vetëm akuzë, sepse do justifikojnë humbjen e projektuar të ditur nga udhëheqësi i tyre. Ajo është një humbje e projektuar nga Sali Berisha dhe pse e ditur që do humbin, sepse do patjetër të bëj akuzën. Ati i pëlqen më tepër të bëj akuzën opozitarin, dhe sigurisht kjo është e gjithë teoria, strategjia e tij. Ky është momenti. Keni vure Greta Dumën që thot momentum. Kështu nuk flet romanjol që jo tenton të flasi latinisht. Nëse ky është problemi. Ky është problemi i madh. Është njeri i cili do që të grindet, do që të mbaj partinë, jo të fitojë. Dhe në konsciencën një çmenduri e tillë, të një 81-82 vjeçari, është i qartë që do të humbi. Por ai e shet këtë humbje si vjedhje, si grabitje, kur ndërkohë
është një degradim i plot i një partije. Rama ju thot atyre që shiko mos u mërzitni me njëri tjetrin. Ne të fillojmë zgjedhjet, ky vazhdon akuzën se si janë vjedhur të gjitha zgjedhjet me radhë. Dhe duke paraqitur fantazmagorinë e fakteve, dhe këto në fakte ngatrohet edhe Josefina Topalli, pastaj me që kanë bërë edhe një shkrim, sidomos për votat e diasporës. Duke e ditur që këta ishin Debelhane dhe Partia Socialiste kishte një vjet që punonte. E sidomos për votat e diasporës në Greqi, që do dieshin që në Berat e në Fire, ku do tjetër do t'ishin për Partinë Socialiste, përgatitur për kohës, do ishin inerte fare, sepse për herë të parë zgjidhen disa probleme me Mitsotaqisin, edhe këto nuk i zgjidhi Sali Berisha, po i zgjidhi Edi Rama. Dhe sigurisht nuk do kishte grek që do përkrahte Josefina Topallin, që qëndron në një radhë me Fredi Belerin. A imagjinoni të çfarë marrëzie e jashtëzakonshme është? Këto Edi Rama i di. I jep edhe përgjigjen. Në përgjithësi, ajo që dua të them është që edhe ajo përshëndetje e Edi Ramës nis me hulumtimin çfarë do bëhet nesër, dhe sigurisht ai ka paralemruar ndryshime të mëdha në qeveri dhe në drejtim. Kudo në poste, sepse mirë, keq ka dëshirën për të luajtur, për ta transformuar, për ta bërë qenie të gjallë Partinë Socialiste. Kur ndërkohë kontrapartja e ka gjithmonë e më të vdekur Partinë Demokratike. Gjithmonë me të njëjtin ritual, akuzën dhe asgjë më tepër se sa kaq. I vetmi rituali tyre është akuza, na vodhët, na grabitët, ju jeni kështu, ju jeni ashtu. Asgjë tjetër më tepër se sa kaq. Dhe kjo është qenia e vdekur. E vdekur, e pakallur. Ndërkohë, ai thotë unë do të ndryshoj qeverinë, do të ndryshoj edhe drejtim parti. Dhe normalisht ka për të bërë një kongres partie, nuk e di, zgjidhet ashtu. Ai vendos, jam i bindur që ai e vendos. Demokracia e brendshme dhe aty mungon shumë, pra është në pushtet. I ka mundësi të luajë këto element të cilët sigurisht zvoglohen kur jenë pushtet dhe zmadhohen kur jenë opozit. Po kur ti je në opozit edhe ngushton akoma më tepër elementet e demokracisë, dhe barzohesh vetëm në marrëzirat e akuzës, kriminal ky e kriminal ai, vodhën kaq 2 miliard këtu, 7 miliard atje. Mafje këtu e band atje. Tashti duke mos nxjerrë një konkluzion. Ora si të mungojnë 200.000 njerëz në votim? Ku janë? Duke mos nxjerrë konkluzione të vërteta, si ka mundësi që të votohet nga Greqia, Partia Demokratike, kur është me Fredi Belerin? Shqiptarët e Greqisë votojnë një njeri që është me Fredi Belerin, e Josefina donte edhe të bënte alegorizma, Barceleta, duke qenë në një radhë me Fredi Belerin. Kjo është e jashtëzakonshme, e pashmangshme për humbjen. Dhe kjo është t'i bësh keq demokratëve, t'i bësh keq Partisë Demokratike. Po flas për të dyja njëkohësisht. Kush drejtin nuk e di që Partia Socialiste ka ngushticat e saj në zgjedhjet dhe përzgjedhjet e elementeve, në sistemin demokratik të brendshëm. Të gjithë e dinë, po është në pushtet. Bëhet gjallëse, ndrohen njerëzit, i ndron me urdhër, kam qartë, po nuk i lë pa punë. As i denigron, as i shpall tradhtar, që i shpall Sali Berisha dhe partia e tij. As nuk shan, praktikisht mundohet që t'i pajtoj, dhe ka mundësinë pastaj t'i shpërblej luftën e madhe që kanë bërë, kur ndërkohë deputetët e listës sigurt të Partisë Demokratike tallnin, bëthën, apo ja them kështu, cop, zvonin asgjë, ata të Partisë Socialiste punonin, përfshi dhe Majkon, i cili ka dalë jashtë kuvendit. Dakord, ky është dallimi i jashtëzakonshëm. Sidomos ata pastaj që kishin nisë prej kohës. Elementet e ndryshëm. Është kryetaria e gruas demokratike, Albana Vokshi, po çfarë tërheqin ka bërë me gratë ajo? Kur në Partinë Socialiste mobilizoheshin tabore, batalione, grash, edhe në lagje. Po këta kanë luajtur mendje dhe sigurisht justifikoheshin patronazhista këtu, patronazhista atje. Po patronazhista ka gjithë bota. Është patronim, është me të marrë në patronazh politik. Është kudo, është në Francë, është në Itali, është në Amerikë, është në Gjermani.
janë Danimark, janë kudo. Këta, e di pse tonë patronazista, sepse janë dembel. E para dhe e dyta janë sigur që për këtë punojnë, janë kundra njëri tjetrit, janë të përçarë deri në pikën e absurdit. Mund mos ta kenë qejf socialistat njëri tjetrin, por ama në fund krejt bashkohen sepse duan fitoren. Duan fitoren e Partisë Socialiste dhe duan fitoren e tyre në pushtet. Si mund t'i krahasosh këto dy parti me njëra tjetrën? Ai ka shkatruar Partinë Demokratike. Edhe shkatrojnë dhe këta tjerë që e ndjekin pas. Lexova Luciano Bocin që i shgrejsh Evropës, bënte si idea. Edhe gjithë aty thoshin bravo të qoftë lumt. Se çfarë fajti kishte Evropa, do të takonte Sali Berishën në Evropë dhe Luciano. Kjo është betejë me kresë, është e jashtëzakonshme. Çfarë do të bënin? Takonin Sali Berishën. I thonin bravo Sali Berishës. Për çfarë ti thonin më Luço bravo Berishës, për çfarë? Do të thonin. Nuk e din biografi, nuk e din bëmat e tia. Po pse është zotni ngatron veten me të, për çfarë arsye? Si është një pedagog i Elbasanit, qëndrova aty, je një njeri kulturalisht mirë, intelektual, për çfarë duhet? Ngatrohesh në këtë drejtim, çfarë do që të bësh si konservator, si super i djallë? Por nuk mund të bësh i tillë, se si e i tillë. Në këtë pikë, domethënë, ka arritur në këtë drejtë, çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj? Këta elementet e tjerë. Çfarë kanë bërë dhe çfarë mund të bëjnë? Kur janë ngritje të vazhdueshme me njëri tjetrin, nuk nxjerrin njëherë konkluzion, nuk bëjnë njëherë analizë, të që do futen në grevurie. Po të njëjtën punë kanë. Protesta, zjarr, grevurie, nuk e di. S'ka as fantazi, s'ka as kreativitet. Ndërkohë, në krahun tjetër, ju thotë mos u prisni me njëri tjetrin, mos u shkatroni me njëri tjetrin nga betejat që keni pasur jashtë listet e hapura. Sepse ka partia për ju sa të duash. Nëse nuk do të jesh deputet, do të jesh një zëvendësministër, do të jesh një drejtor drejtorie. Kështu kuptohet. Çfarë t'ju thuash? Çfarë ke për t'ju thënë Partisë Demokratike kur merren me marrëdhënie të tilla? Është e jashtëzakonshme kjo dhe sigurisht është e turpshme në themel. Kaq, çfarë them tjetër? Të vjen keq për Partinë Demokratike. Patjetër, por deri kur? Mbase me të vërtetë është partia e fundit që ka ekzistuar, e krijuar mas 90 si parti me demek antikomuniste. 2 minuta tash për Macronin dhe të shoqen. Kemi parë gjithë skenën e bashkëshortëve. Sigurisht që pesojnë ato 24 vjetët që ka Zysha, Brigit, Brigitte me presidentin e Francës. Basa ajo skena është ashtu si thot Macron. Janë tallur me njëri tjetrin, ka bërë që largoju. Po ajo skenë nuk kap. Dhe normalisht Macron ka majt peshen gjatë gjithë presidencës tij, të diferencës që ka me të shoqen, edhe normalisht mund nuk vjen mirë. Por unë do të trajtoja këtë. Ajo nuk sillet, si shpeshherë është parë në debatet cilët nuk duhet të puste. Ka bërë dhe kundërshtare, dhe Macroni e ka duruar. Ja ka futur dhe kot, për çështjet e arsimit e për shumë çështje tjera që ka futur hundët. Dhe Macron e ka duruar. Macroni mund ta kundërshtosh për shumë elemente dhe mund ta kritikosh për shumë elemente, por nuk është i keq edukuar, përkundrazi është një gentleman, është i edukuar mirë. Ajo skenë tregon një grua e cila ka në moshën e saj është diferencën e moshës që tash vërtetohet akoma më tepër është në error, është në gabim. Edhe pikërisht këtë gjë kam trajtuar. Po sigur të kishte ndodhur e kundra, çfarë do të ndodhte me këto shoqatat e grave me shoqatat. Tash sigurisht nuk e marrin në mbrojtje Macroni, sikur Macroni ta kishte bërë atë. E di çfarë do kishte ndodhur ataja. Ndërkohë e bën ajo dhe nuk kujtohet, me thënë, kjo grua që sillet kështu, çfarë dreq gruaje është kjo? Qoftë edhe për shaka, e din që ai po zbret prej shkallëve, po i qëndron përballë. Sikur të kishte ndodhur e kundërta e asaj, domethënë që Macroni të kishte dhënë atë goditje, e ta kishin kapur kamën. Çfarë do kishte ndodhur me këto shoqatat feministe, këto marrëzirat woke të ndërtuara kudo në botë në mënyrë
në mënyrë kapilare, në mënyrë idiote. Makroni do të ishte demoluar fare, do kishte hek zitë e ullirit. Po ndodhi që ishte goditje e saj, shumë kush fillote, jo, mirja bëri, tjerët shfaqin një, këto janë marrëzira tash. Janë marrëzira të jashtëzakonshme, është një shoqëri e devijuar prej 30 vjetësh. Një shoqëri që do të shkatërrojë me anë të asaj që e konsideron patriarkalizëm, të gjithë moralin e ngritur prej 4.000 vjetësh, 5.000 vjetësh sa ka qytetrim. Brigitte ka tepruar, është një marrëzi, sido që tjetë edhe shaka, është një gomardhek i saj, këtë e them copun, në moment që presidenti i Francës do që të zbresi nga avioni. Brigitte për mua nuk meriton që tjetë first lady, gruaja president. Sigurisht që akuzojnë jo nana, jo kështu, jo ashtu, të shi mund vjen keq ta bëj këto akuza, por ajo nuk është e plotësuar për të qenë gruaja e presidentit francez. Ka të pasur edhe presidentet e tjerë francez gratë e tyre, por nuk janë sjelltur. Dakor. Si e përkufizoni rolin që ka inteligjenca artificiale në procesin e prodhimit të lajmit sot? Në fakt, inteligjenca artificiale ka një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në procesin e prodhimit të lajmit. Ajo përdoret në disa faza kyçe të këtij procesi. Mbledhja, analizimi i dhënave. Inteligjenca artificiale ndihmon në përpunimin e një sasie të madhe informacioni në kohë reale, duke përzgjedhur burimet më të besueshme, temat më të rëndësishme për audiencën. Shkrimi automatik i lajmeve, korriktimi i tyre, algoritmet e inteligjencës artificiale, veçanërisht modelet e gjuhës së ChatGPT-s apo sistemi i Associated Press, bie fjala, për raportime financiare janë të aftë të gjenë lajmesh të thjeshta dhe faktike me shpejtësi veçanërisht për lajmet sportive, motin, raportet ekonomike, etj. Verifikimi i fakteve, fact-checking që i thonë, në inteligjencën artificiale përdoret për të identifikuar lajmet e rreme përmes krahasimeve të shpejta me burime të verifikume dhe të analizës së përputhshmërisë së informacionit. Personalizimi i përmbajtjes. Platformat mediatike përdorin inteligjencën artificiale për të rekomanduar lajme të pashtershme, interesave të individëve, të lexuesve, target grupeve, duke ndikuar në mënyrën si njerëzit referohen, të informohen. Në përgjithësi, si përmbledhje, inteligjenca artificiale nuk është vetëm një mjet ndihmës në vetvete, por po shndrohet në një pjesë thelbësore të prodhimit modern të lajmit, duke sjellë efikacitet më të lartë, qëndrueshmëri në vijshmëri të marrjes së lajmit, shpejtësi dhe në mënyrë decisive personalizim nëse sigurisht ne gatuaj mirë lajmin në bashkëpunim me të. Por duke ngritur sfida të reja, etike dhe profesionale për gazetarin. Zëvendëson përdorimi i inteligjencës artificiale gazetarin tradicional. Cilat janë sfidat më të mëdha që inteligjenca artificiale ka për gazetarin shqiptare, si e shihni çështjen e besueshmërisë ku një gazetar përdor ChatGPT-n ose kolegët funksionale a algoritmet tjetër, apo zëvendëson përdorimi i inteligjencës artificiale gazetarin tradicionale. Inteligjenca artificiale nuk e ka zëvendësuar plotësisht gazetarin tradicionale dhe unë mendoj që nuk ka për ta zëvendësuar plotësisht. Por po e transformon ndjeshëm atë në atë që konsiderohet gazetari tradicionale në rrugtimin e saj në gazetarin moderne. Inteligjenca artificiale merr përsipër disa funksione rutine. Përpunimi i dhënave, gjenerimi i lajmeve të thjeshta dhe personalizimi i përmbajtjes, por nuk mund të zëvendësojnë rolin investigativ, etik, kritik të një gazetari profesionist. Gazetaria
tradicionale mbetet e pazëvendësueshme në fushat që kërkojnë gjykim etik, kontekst historik dhe ulëmtim të thellë. Cilat janë sipas jush sfidat më të mëdha që inteligjenca artificiale sjell për gazetarinë shqiptare? Disa nga sfidat kryesore që inteligjenca artificiale sjell për gazetarinë tonë, gazetarinë shqiptare, mungesa e aftësisë digjitale. Kemi bërë përpara, por nuk jemi aq përpara sa të lavdrohemi. Shumë redaksi shqiptare nuk kanë kapacitetin teknik apo trajnimet e nevojshme për të përdorur inteligjencën artificiale në mënyrë efikase dhe etike. Rreziku i përhapjes së dezinformatave, me disku verifikimi është i dobët, përdorimi pa kontroll i inteligjencës artificiale mund të ndihmojë në përhapjen e lajmeve të rreme apo të manipuluara krejtësisht. Zëvendësimi i gazetarit me teknologjinë në një treg, sigurisht mediatik, të brisht, ekonomikisht, ka rrezik që pronarët të përdorin inteligjencën artificiale për ulur kostot, duke zvogëluar stafin, duke zvogëluar punësimin, praktikisht duke hequr gazetar. Etika dhe transparenca, gjëra të rëndësishme në gazetari, mungesa e qartësisë nëse një tekst është shkruar nga njeriu apo nga inteligjenca artificiale mund të minojë besimin e publikut, sepse sigurisht pjesa rutinore dhe, si t'ju them tash, raportet, slogan dhe përdorimi i një të folure sigurisht të një trajshme dhe pa gabime, po themi, po të një trajshme të inteligjencës artificiale dallohen kollaj në këtë lloj përpunimit dhënash dhe paraqitjes në publik. Një çështje e besueshmërisë kur një gazetar përdor ChatGPT. Përdorimin e këtij logaritmi nga një gazetar nuk e shoh si problem në vetvete, nuk është një problem në vetvete, por çështja e besueshmërisë varet nga mënyra se si përdoret. Nëse gazetari e përdor ChatGPT-n si një mjet ndihmë për kërkime, strukturim ose përpilim të ideve, përkthim në një farë mënyre ose rregullim të drejtshkrimit, por verifikon çdo fakt dhe mban autorësinë profesionale, atëherë besueshmëria nuk cënohet. Po nëse gazetari mbështetet verbrisht tek ChatGPT-ja, pa kontrolluar, konfrontuar, burimet mund të përhap informacione të pasakta ose të pjeshme, duke dëmtuar reputacionin e vet. Prandaj transparenca, redaktimi kritik dhe verifikimi mbeten thelbësor për të ruajtur besimin e publikut. Në përgjithësi, s'është fjala vetëm për ChatGPT, sepse kemi shumë sisteme të tjera, DeepSeek ose Corsiv ose Gemini, edhe shumë tjera që dalin për ditë, që bëjnë paka shumë të njëjtën punë, kanë besueshmëri vetëm kur ti, gazetari, ne të gjithë në përgjithësi që duam të marrim raportin e drejt për drejt të saktë, kemi kontrollin mbi veten dhe mbi atë që përdorim. Si dikur mekanizmat, edhe një makinë sigurisht është shumë e zgjuar sot, po i lëshove timonin, nëse ajo nuk është krejtësisht automatike, do të shkaktoj aksident. Kështu që edhe në këtë rast dhe ChatGPT-ja dhe të gjithë sistemet e tjera duan një kontroll të jashtëzakonshëm, i cili patjetër të çon në suksesin e plotë dhe sigurisht janë edhe në ndihmë të jashtëzakonshme. Keqpërdorimi, varësia kronike, pastaj sjell pikërisht ato që shpjegova më lart.